Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis një supë aziatike me karkaleca dhe nudelsa. Për këtë supë kam 150 gram kërpulla shimeji. Janë këto kërpulla, i gjeni pa problem në supermarket, po dhe në treg. 250 gram i kam nudelsa, 200 gram i kam kërpulla champignon, janë kërpulla kavanozi, i gjeni në për supermarkete, shplajni mirë, kullojni dhe i keni gati t'i përdorni. Kam 3 fleta nori, janë këto fleta jeshile që neve i përdorim për të mbështjell sushin, i kam prerë në copat vogla, 170 gram e kam bambu në copat vogla dhe këtë, e gjeni në supermarket në për kavanoze, mund të shplani shumë mirë, t'i kulloni dhe i kemi gati t'i përdorim. 500 gram i kam karkaleca, të lartë të pastruar dhe ju kam mbajtur kokat. Kam 2 copat vogla me ginger, krip, vaj susami, në qoftë se nuk keni vaj susami, pa probleme zëvendësoni me vaj ulliri ose me vaj misri ose vaj lule dielli, jo vaj ulliri se është shumë i fortë, në shije po themi. Kam salcë soje, gjysmë filxhan kafe dhe ujë për supën tonë. Si fillim do fillojmë me skuqjen e kokave dhe gingerin, që të përgatisim lëngun për supën tonë. Kam vendosur tiganin në zjarr dhe si fillim do shtoj kokat e karkalecave në tigan. Në qoftë se kam pak ujë, dua që të thahet. Kur të shtojmë vajin mos të fillojë të kërcasi. Megjithatë, në momentin që juve i lani, i shplani mirë, vendosini në letër kuzhine që të kulloj ai lëngu i tepërt dhe mos të na kërcasi në momentin që neve do ta shtojmë në tigan ose në tenxhere, po themi për ta skuqur. Mendoj që nuk është se ka shumë ujë, po shtoj vajin. Tash kam përdorur vaj susami, por pa problem mund të përdorni çdo lloj vaj që juve dëshironi ose ju pëlqen. Kemi shtuar gingerin. Me gingerin mund të veproni sipas dëshirës. Në qoftë se keni qejf, mund të shtoni një copë të madhe. Në qoftë se keni shumë qejf, shtoni një copë të vogël. Do t'i japim një të skuqur kokave të karkalecave bashkë me gingerin. I skuqim kokat e karkalecave, sa shikojmë që fillojnë të ndryshojnë ngjyrë. Do t'i shtojmë ujë. Atëherë pasi kam shtuar ujin, do t'i vë kapakun dhe do t'i lë që të zijë. Nuk do ta pusitim kapakun komplet sepse mund të na derdhet. Megjithatë mbajini në kontroll. Kam zirë kokat e karkalecave për disa minuta. Do ta fiks sobën për momentin dhe do ta kulloj lëngun, sepse më duhet vetëm lëngu dhe jo më kokat dhe gingeri. Atëherë kemi kulluar lëngun. I shtypim pak fare koka. Do ta vendosim përsëri në zjarr që të fillojë të marrë val dhe të shtojmë përbërësit e tjerë. Lëngu ka filluar të marrë val dhe do shtojmë gjithë përbërësit që ne kemi, avash avash. Atëherë, duke qenë që kemi shtuar gjithë këto përbërës, ka filluar dhe vala ka ndaluar, nuk po zihen më. Do ta lëm që të fillojë të marrë përsëri val, pastaj do shtojmë nudelsat. Atëherë lëngu im ka filluar përsëri të marrë val. Do t'i shtojmë nudelsat dhe do t'i trazojmë pak derisa ta shikojmë që të fillojnë dhe të zbuten, që mos të ngjiten me njëra tjetrën.
Atëherë paketimi im i noodlsave thoshte 6 minuta duan të ziejnë, por do ta shikoni se varet nga lloji i noodlsave që juve bleni. Atëherë kam shtuar noodlsat. Do t'i shtoj dhe karkalecat. Nuk i kam shtuar krip akoma, do t'ja shtoj tani, por nuk është se dua t'i shtoj shumë krip, sepse do shtojmë edhe sojën. Do shtoj vetëm një lugë çaji. Por kur t'i shtojmë edhe sojën, në fund që do t'i shtojmë sojën, do ta provoni edhe një herë. Nëse e shikoni që do krip akoma, atëherë mund t'i shtoni. Se nëse ka pak krip mund t'ja shtojmë, por nëse ka shumë pastaj, më bie që është e vështirë që t'ja heqim. Atëherë noodlsat janë zier dhe supa jon ka përfunduar. Në fund fare do shtojmë salcën e sojës. Do t'i bëjmë dhe një të provuar të fundit, nëse shikoni që kripa mjafton, jemi në rregull. Nëse do dhe pak, mund t'ja shtoni, e trazoni dhe një herë që të marrë kripën mirë dhe kemi supën gati. Supa time aziatike ka përfunduar, del super e shijshme. Bezët nëse keni dëshirë i shtoni, nëse s'keni dëshirë nuk i shtoni. Provojeni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.